Assalamu alaikum, për hajrë, ju koft muaji i bekuar i Ramazanit, Allahu subhanahu wa ta'ala u lehtësoft agjërimin e veprat e mira. Lutim Allahu subhanahu wa ta'ala të bëj këtë muaj të pastrimit të zemrave, të forcimit të imanit, të unifikimit dhe të triumfit. Si këshill të parë që kam dëshirë me ndojt me juve në lidhje me këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është një ngjarje të cilën lidhet me këtë ngjarje faktikisht që është transmetuar në kohën e Imam Malikut, rahimahullah. Imam Malik ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit dhe të fiqhut. Një herë ishte duke dhënë mësim në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si zakonisht shkallon mësim në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nxënësit e ndëgjojshin me vëmendje, ndërsa papritmas dikush bërtiti një elefant i madh ka ardhur në Medinë. Edhe subhanallahu çka ndodhi, të gjithë nxënësit u larguan më njëherë për ta shikuar atë elefant, sepse elefanti nuk ishte prej kafshëve që rriteshin në Medinë. Ishte diçka, domethënë, e veçantë. Mirë po, një student, një nxënës i dijes me emrin Yahya ibn Yahya al-Laythi, qëndroi aty te Imam Maliku. Imam Maliku po i thot, pse nuk dole me shokët e tua, a ke pa më herët elefant? Edhe shikoni çfarë përgjigje i jep ky nxënës i mençur. I thot, nuk kam udhtu për me pa elefantët, por se kam ardhur me pa Imam Malikun. Çka përfitojmë prej kësaj dhe ç'ish lidhet kjo me muajin e bekuar të Ramazanit? Nëse analizojmë pak ngjarje, e shohim se vetëm një person, vetëm një nxënës, ishte ai i cili e njehte arsyen pse ka ardhur, qëllimin e tij, objektivin e tij, synimin e tij, edhe e dinte për çka duhet me u fokusu, edhe ku duhet qëndroj vëmendja. Dhe interesantja është se vetëm versioni i Yahya ibn Yahya al-Laythi u pranua dhe është bazë për librin El Muwatta të Imam Malikut. Ata tjerët nxënës që u shpërqendruan, që e humbën vëmendjen, që nuk qëndruan për atë për të cilën kanë ardhur faktikisht, por është dashur me qëndru. Ata nuk i kujtoi pastaj historia. Edhe muslimanët në Ramazan i vijnë shumë elefanta, prej anës së gjathë e anës së majtë. Mirë po, besimtari duhet me ditë me i vendos qëllimet e tij, se çka do me arrit në Ramazan, e pastaj me u fokusu, edhe mos me u shpërqendru, mos me humb vëmendjen nga elefantët. Çka janë elefantët në Ramazan? Kanalet televizive janë elefanta që të shpërqendrojnë nga qëllimi yt. Social media, rrjetet sociale janë elefanta. Përveç se në dozë të lehtë që të dobishme, në bazë janë elefanta që të pengojnë, që të humbin kohën. Pastaj serialet, filmat, çdo gjë e padobishme, çdo fjalë, madje çdo bisedë e kotë e padobishme, ta merr kohën, ta merr energjinë. Pastaj shoppingi pa nevojshëm, po i shoppingu që zgjat shumë, që merr kohë shumë. Çoltikçia e kështu me radhë. Të gjitha janë këto elefantë që të pengojnë, që të marrin energji, që të marrin kohën, që të shpërqendrojnë nga qëllimi yt. Prandaj ti duhesh me vendosur saktësisht çka don me arrit në këtë Ramazan, çka don me realizu në këtë Ramazan. Edhe qëllimin e besimtarit, që don me përmirësu zemrën, me i largu zakonit të këqija, duhet të jetë sfiduese. Edhe kështu, pastaj kjo ta obligon që të merresh me aktivitetet të cilët të ndihmojnë me realizu çato projekte apo çato qëllime që i ke të dobishme në muajin e bekuar të Ramazanit. Prandaj kujdes nga elefantët në Ramazan. Mos u shpërqendro, mos e humb vëmendjen. Fokusohu. Ai i cili e vendos qëllimin, i mbështetet Allahut azza wa jall, ai arrit. Ashtu që arriti edhe Yahya ibn Yahya al-Laythi. Allahu e mëshiroft atë dhe Imam Malikun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح